Pikërisht ne sot do të flasim për zgjedhjet e rrugëve të jetës. Një ndër personazhet, siç është edhe një poete e re në vendin tonë, është pikërisht Merita Emrullahi, që guxon të ecë në disa rrugë njëkohësisht. Mes vargjeve që ndjehen, notave që frymojnë dhe një profesioni që kërkon zemër shumë të fortë. Ajo vjen si një kombinim i rrallë i ndjeshmërisë, disiplinës, por edhe ku poezia nuk është vetëm art, por është edhe mënyra për ta kuptuar jetën. Sot nuk do ta pyesim vetëm si autore, por do të flasim si një shpirt i ri që po ndërton identitetin e saj mes artit edhe shkencës. E tash unë këtu me sa kuptova. Do më thënë, e kemi poete, e kemi muzikante, dhe ti the shkencë diçka? Mjekësinë e studion. Dhe mjekësinë. Një trinomi çuditshëm për të cilin Por do të që ka shumë zbuloj. gjajshmëri. Por që më lidhet edhe me temën e sot me miqdashur, sepse, siç duket, që nuk ka patur imponime nga prinderit për të zgjedhur dëshirën e saj. Dhe I themi mirëmëngjesi Meritës. Merita, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, kënaqësi është e imja që t'jem këtu prezente para jush. Ne e diskutuam pak më zgjuar parë. herët sot, a? Jo, se zgjohem Studente unë. me 3 profesione, të Studentët zgjohet e herët nuk ka. mjekësisë, Sidomos të po, mjekësisë. zgjohen herët për të mësuar. E kanë si rutinë këtë. Qime, kur do flasim për mjekësinë, unë nuk e di atë barsoletën, sepse zakonisht njerëzit, përpara se të studiojnë një profesion, duhet I dim barsoleta. Dhe është një barsolet që një gjysh me nipin e tij eci në urrën e gurit dhe po shikojnë një burr atje poshtë dhe nipi I thot gjyshit: "O gjysh, shiko baba Dimrin." Thot, jo thot, është absolvent I mjekësisë. Do Se më ke ditur plakemi këtë? ne duke studiuar gjithmonë, me thënë mjekësia nuk ka fund në studim. Drejto u desh për fund ta lësh. Po, edhe Jo. pasi që diplomon çdo herë duhet jesh në lexim, e si, për çdo herë një uri të marrësh. Ndërsa ti për të pushuar e ke poezinë. Besoj. Aty do me thonë kush fryj emocionet e mija, ose ndonjëherë kur ndjem e mbi ngarkuar, nuk di si të them që si ta nxjerr, e nxjerr në art, në fjalën e bukur. E ku ka më bukur se kjo, Merita, sepse unë mendoj që një njeri që e ka të zhvilluar pjesën artistike të shpirtit të tij, mendoj që edhe gëzimi, por edhe pikëllimi është më I bukur, më I përballueshëm, do ta thoja kështu. Patjetër që po. Para se të kalojmë, të flasim për profesionet e shumta, mirë po mbi të gjitha është ajo pjesa shpirtërore që ty të përmbush personalisht. Unë dua pak të ndërlidhemi sepse dhe temën e ditës së sotshme e kemi përshtatur shumë mirë me ty për një gjenerat e re, e cila në shumë raste fatkeqësisht e has veten të rit, e hasin veten në situata ku pak a shumë kanë imponime. Jemi mësuar me pedagogjinë, Pak a shumë si një shumë. drejtim që është I imponuar shumë shpesh nga prindërit. Jemi mësuar me disa profesione që janë të rehatshme dhe janë stabile për të rit. Mirë po ja që ka prindër që nuk e kuptojnë që sot IT-ja është shumë e zhvilluar, mjekësia vetëm se po përparon shumë e më Po shumë ka me edhe tek të robotika, ndryshme. ka shumë lloj profesione. Unë dua të di se pikërisht për ty sa ka ndikuar pritshmëritë familjare në zgjedhjen e profesioneve tua. Okej. Do të thënë një profesion e ka qenë studion, po këta I ka si pasione ta Gjitha, me thonë, vendimet, ndrejtimet cilat I kanë përzjedh, njët prindrit çdo herë kanë qenë mbështetës në mua, familja, me thonë rrethimi ngusht, edhe nuk jam me thonë dakord që të ndikoj dikush, qoftë edhe prindi apo ku ta di unë, në jetën e tjetrit, sepse profesioni do me thonë ndikon shumë në jetën e dikujt. Edhe te unë do me thonë nuk ka qenë kjo, do me thonë çdo herë kanë qenë shtytësit, mbështetësit e mi më të mëdhej, edhe shpresoj edhe uroj çdo vajzë apo çdo fëmijë ta ketë këtë. Për krahin, që Për ke krahin, patur patjetër që po. nga rrethi. Nuk ka Kjo që është më mbi të gjitha, bukur. po, mbi të gjitha kjo është. Para se të mbrinte mjekësia, të shkojmë të shkolla fillore. Sepse në shkollën fillore, pikërisht Merita ka përzgjedhur një ndër profesionet të bukura të artit, mirë po edhe një ndër instrumentet të cilët e hasim, ne që jemi muzicianë të hasim shumë shpesh, mirë po që me të vërtetë sidomos viteve të fundit është një deficit e sipër. Më thuaj si arrite deri tek flauta, mirë po mbi të gjitha me muzikën çfarë të lidh dhe si u lidhe ti me muzikën. Fillimisht do me thonë, e kam përmendur edhe në intervistat e tjera, nuk e kam ditur fare si instrument flautën, edhe se ekziston, hiq fare, edhe kam shkuar për të hyrë, me thonë, instrumentin e violinës, apo pianos, këto instrumentet e famshme, edhe gitarën e kisha këto parasysh, edhe kur shkova unë isha klase e tretë, mos gabofsha edhe më thonë që ke art me vonesë, duhesh të prej klasës parë për këto instrumente.
Por tha që ke opsione tjera, ke flaut, kishte edhe gitara, klarineti këto. Edhe thanë që flauta është një instrument më ta quaj feminist, më femëror, po. Nuk peshon shumë. Edhe tham, okej, po e zgjedhim këto, pastaj unë menjëherë kur shkova në shtëpi në YouTube, të shoh si tingëllon, si duket kështu. Edhe pastaj më thonë u regjistrova, fillimisht kam mësuar solfeggio një vit, që është mësimi i notave, taktimet këto. Pastaj nga viti i dytë fillova më thonë me pjesën praktike të instrumentit. Flauta, si që dim, është e përbërë prej 3 pjesëve, kokës, trupit dhe bishtit. Edhe me pjesën e kokës jam marrë 3 muaj. Edhe vetëm me mënyrë se si duhet të fryjë. Po, vetëm mënyrën. Shumë e vështirë. Këta primorët janë shumë të vështirë. Shumë është e vështirë. Quhet nga krejt instrumentet middle hard, do me thonë mesi i vështirë, do me thonë bot. Po. Mi që nuk e ke zgjedhur violinën. Nuk do të them që mirë. Motrën e kam violinë. Mira, jo. Të riqe fjallë. Jo, nuk do të them dhe do të tingëlloj ashtu sepse është një mbretëresha e instrumenteve, violina. Mirë po që ta hën shpirtin, violina, do me thonë është shumë e vështirë sepse nuk i ke notat të caktuara, po duhet vetë gjitha të kryosh edhe është vërtet një. Është mjaft harkorët njihen si instrumente shumë të vështira, mirë po edhe flauta, do me thonë çdo instrument ritro, çdo instrument e ka vlerën. Do me thonë një të nko, atë qka e fryn, ta shtypësht, një të nko. Edhe ti është do me thonë e sakt. Po, në sinkronizim. Edhe pas taj nisit më pëlqej, pas 3 muaj qka ushtrova me thonë pjesën e kokës, kur ma da profesoresha krejt instrumentin dorë, nisi ajo dhimbje e muskujve, që ishin javore, po, derisa ta mbash posturën drejt, krejta këto teknikat. Edhe mandej u ambientova me instrumentin, nisa dhe me thonë që të luaj këngë edhe vetë në shpiti, kompozoj pasi që i mësova notat, nisa të marrë pjesë ngarat ndryshme, ngara rajonale, komunale, fitova vendin e parë, ngara shtetërore në shku, me thonë, vendin e tretë. Edhe këto, se di, kanë qenë një motiv për të mbaj gjithmonë si pasion flautën. Mirë, se këtu kemi flautën, kemi poezi për atë që e ftuar, por këtë të gjemë shtegjit, flauta ka një tingull shumë melankolik dritro, dhe një me bindur, do të dëgjojmë në fund të çka ka ndikuar flauta, do më thëmë me tingujt e saja, tek merita, jam e bindur që kjo të ka shtyre edhe më shumë në poezi. Më thuaj pak ta shty këtë ndërthurjen e poezive. Cila ishte poezia jote e parë që e lexove ose që të ka pëlqyer dhe që të dhash këndia që prit pak, sepse unë nuk i gjej notat këtu, por do i gjej me fjalë. Kemi kështu momente në jetë. Po, me thonë, çdo herë prej fillore kam qenë ajo që hartimet i kam pas shumë qef. Edhe kur kishim si temat shkollore, nga ajo që kemi mësuar dhe temat e lira, unë gjithmonë zgjedhja temën e lirë. Edhe nuk e dija se kishim provim, thash hartim, do me thonë atë ditë. Edhe thjesht e qetësume, relaksume, vazhdoja. Njerë nuk e prekja hartimin, ndoshta 20 minuta fare, derisa të më vinë inspirimi, se kisha vështirë ta nis njerë, pastaj kur e nisha nuk disha të të faqe 3, nuk mjaftonin, edhe e mbaj mend... Cila temë ka qenë? Ka qenë Varfëria, poezia e parë, e kishim të zgjedhim midis pranverës edhe varfërisë. Edhe unë isha më tepër të këto temat sociale, të këto melankolike, po. Edhe thash poezijet këtë temë, mandej nisit më hynë qevë, më thonë të shkruaj, për jo që e mora aq seriozisht në fillore, do shta më shumë e kisha këtë pjesën e artit muzikës, ku e shfryjat, si ta them, gëzimin apo piklimin, çdo herë me flaut, mësoja ndonjë këngë kështu. Pastaj duke u rritur, nuk do e marr gjithmonë flautën me vetë, ta nxjerr çdo herë ta montoj dhe të luaj ndonjë pikë muzikore. Kur hyra në shkollë të mesme, ato fillimet e para, do të thonë, ka qenë krejt përkushtimi tek mësimet, se është shumë rënd, ka qenë viti i parë dhe i dytë. Mandej kur e lexova, themi ja mora dorën, po edhe pash që i bie ka fundi i vitit dytë, më saktë kur kam nis, me thonë, shkruaj poezitë e para. Edhe nisi që shoqëria ime, do me thonë, të mi pëlqeje fillimisht, se ndonjëherë disa gjëra kur nuk i beson tek vetja, nevojitet një sy tjetër, që të shtyje. Kënd vështrimi tretë, të themi kështu. Edhe më thanë se e meritat i shumë mirë, shkruash, duhet ta marrish këtë punë më seriozisht, të vazhdoj të shkruash, ndoshta të botosh edhe libër, edhe sikur merren mirë këto fjalët, të marr më seriozisht. Po sepse gjithmonë një përkrahje, një shtytje është një mrekulli që mund ndodhë. Patjetër një koment kemi shumë njerëz këtu, të cilët po u zbehen ëndrat dëshirat nga gojët e liga. Ju humb motivi. Sigurisht.
Së mos të këtë rritë ndikon Pas ke për pas shumë. një shoqëri shumë të mirë, shumë të mirë. Po, jam shumë faleminderuese. Edhe pastaj vitin e 3 edhe të 4 nisa që shkruaj më shpesh. Derisa arrita, me thonë, të krijoj një Është ajo përmbledhje. mosha pak më Do e quaja. eksplozive, do të ja kështu të emocione. Periudha e shkollës mesme. Shumë, mirë po është ajo pjesa, domethënë, e shkollës mesme ku normalisht dhe zhvillohemi Periudha e maturimit, do ta quaja. Krejt ato batizat. baticat, zbaticat e Se më pëlqen edhe titulli i librit të poezive, Po. domethënë është libri i parë me poezi që e ke botuar Kur Gonxha Çeli. Po. Domethënë një libër Është me një histori poezi pas rreth kësaj. mbi Unë 100 poezi të cilët janë atë. mbi 100 poezi. Mbi 100 poezi, më thuaj, ka ndonjë poezi që i ke dhënë pak melodi? Ka shkuar ndërmendje apo jo? Jo. Ose ndonjë që të Jo. lidhe, domethënë Jo, me unë një mendoj që- harmoni. gjithmonë Ka, kur- do me thonë, është poezia flautistja. Ka kështu poezi që lidhen me muzikën, ama eksaktësisht për këtë jo. Unë jam Se e si kam sigurt që lidh. kur ti Merita personalisht i lexon poezitë tua, ka tinguj prap atyre. Po sigurisht që Po, gjithmonë po, poezia po, ka një patjetër, melodi, po, po, Por definitivisht. me që është edhe në këtë profesion edhe tha që jam si freestyle artiste, që kam krijuar disa këngë, domethënë i ka vënë një tekst, por jo. Po thua që jo për momentin. Si kam dhënë në një tekst. Por do të vjen momenti që do japësh. Po, Do ka shta dalë më tutje. jemi në moshë. Jo, shumë e re, më pëlqen, por Për shaka. është shumë interesante që poezisë, kur ti japësh, sepse zakonisht flautën e përdorim, Po. ose si instrument që përdoret, është më shumë në për muzika klasike. Të tregoj me sinqert, nga viti i dytë unë nisa që shkruaj me thonë tekste këngësh, ta lidhja me muzikën. Më doli aty ku dua. Dhe aty do me thonë e lidhja pjesën e tekstit me muzikën. Mundohesha të kompozoj këngë flaut, edhe atë këngë rap ishin. Wow! Ato shka shkruaja. Edhe Fantastike. fillimisht më vinte për qesh, se ishin ato shkrimet e para. Rimat. Edhe pastaj kur e pash që thash ta provoj ti shoh sendet me thonë këndvështrime më të thella, u futa në poezi. Edhe aty e gjeta veten. Ja që ka Pa ligjshmëri, ka interesant. ligjshmëri. Pa eksploruar, nuk mund ta dish edhe çfarë dëshiron në fakt. Po. Unë dua të di sepse në librin tënd Merita ka mbi 100 poezi, pra po flasim për një vëllim serioz, tash nuk është diçka e hobi, siç e quajmë ne, po, por është një domethënë përmbledhje e shumë poezive. Më thuaj sa vite shkrim ka në këtë libër? Dështë nuk janë të shkurtra, apo si të them një periudhë një vjeçare apo 2, me siguri është një periudhë pak më e gjatë. 2 vite e gjys. 2 vite e gjys. Po. Mjaftueshëm, domethënë për ta përmbushur me 100 e plus. Se doja dhe me poezi. thonë t'ishte kompletuar si duhet. Ka fundi i vitit 4, hapa një faqe në Instagram, posaçërisht me thonë për poezi, Melankoli Eufoni titullohet edhe përkthehet me thonë si bukur tingëllim melankolik, edhe aty postoja nga një poezi kështu për qef. Edhe merrnin like, merrnin shumë apo jo? Jo edhe aq se e kisha private. E dish nuk e kisha publike, tash e kam bë publike. Nuk doja që ende pa më u botu libri. Që të del të merr Po. të jehon shumë. Po, doja, do me thonë, kur ta lexonin librin tjerët, ato që ka nuk e ndiqnin faqen, se nuk i postojon krejt poezit, në një kështu. Normalisht. Ti shihnin gjërat për s'pari herë, më surprizua, se ta quaj. Si premier të jenë për atë parë që... Po. Edhe pastaj arrita, do me thonë, deri tek përmbledhja. Deri sa kam arrit tek përmbledhja, nuk e di sa poezi njerë kam largu, çka s'm pëlqenin. Duke filtruar. Po, edhe ka fundi bilestoja, kjo s'më pëlqen se di si e kam shkruajtur unë këtë. Nuk i besoj. Nuk Edhe e të besoja. kritik jemi Kam shumë. qenë edhe një gjendje për këtë çudi. Nuk e di pse kjo ndodhte, për disa poezi thoya kam shkruajtur unë këtë. Për disa nuk më bënin përshtypje, disa edhe sot kur i lexoj nuk i ndjej që i kam shkruar. Por kur bisedova me profesorin, ai i cili më ka mbështetur shumë, profesor Maxher Haruni, redaktor, korrektor dhe radhitës i librit tim, ai do më ka thonë se për atë periudhë çka ke shkruar, do më thonë ka ngel në atë periudhë, mos e fshi. Po, Edhe Shumë e vërtetë. Edhe për këtë pjesë do me thonë e lash meritën e shkollës mesme aty. Megjithëse ka ndonjë thënie që i takon edhe vitit parë të fakultetit, por kryesisht krejt përmbledhja është do me thonë e shkollës mesme periudha. Një kujtim fantastik ta kesh nga shkolla sigurisht. mesme. Ne Krejt ato diskutojmë konvështrimet sa herë po flasim për pikpame. leksikonet e Po, dikushëm. e shkollës mesme. Që kanë mbetur sepse Ditare. ka lënë gjurmë. Dhe që sa herë që i lexon të rikujton diçka. Patjetër Kjo është e që rëndësishme, po. Më thuaj,
Ne tek mjekësia. Pse ja bërë vetës Jo, të jo. gjë, bëj shaka. Pa I tonë edhe me këta. Shif, kam qenë do me thonë në shkollë fillore, midis muzikës edhe me thonë mjekësisë. Edhe atë periudhë isha klasa e 8 e 9 më saktësisht, ishte periudha e pandemisë. Koncertet nuk realizoheshin, banim online, sikur nuk më tërhiqte më pjesa e muzikës. Megjithëse në vit ndër shumë Një thyrje shpirtërore që e pësuan shumë të rinj, Shumë, do thoya. fatkeqësisht e pësuan Shumë shumë të keq. rinj, dhe u zhgënjyen dhe sipur devijuan, domethënë nga arti në përgjithësi. Edhe Dhe kjo ishte më themi shkas që kjo ishte më së shumti. E mbaj mend se me përqindje më të madhe kam qenë ta vazhdoj muzikën. E doja shumë flautin, e doja me gjithë shpirt, po këto gjëra do me thonë e bën që të ma fundosnin atë motivin që kisha. Edhe thash, po zgjedh me thonë medicinën, si shkollë mesme, se I kisha si opsione. Gjithmonë e kam pas atë pasionin të bëhem mjekë, mësuese apo flautiste. Edhe kur hyra në medicinë, e dija që unë do bëhem mjekë. E dija që mjekësia do jetë destinacioni im edhe shpresoj ta realizoj deri në fund. sigurisht që po. Sigurisht që po. Me pasion, me dëshirë, sigurisht që do Unë realizohet. kam një pyetje. Ka artist merita në familje? Ka mjek merita në familje? Sepse ndonjëherë, si unë më drejtro Delia e zese familjes, të gjithë me ekonomi, përdor këtë fjalë. ndërsa po, Nuk e gjoj. Ndonjëherë të gjithë me ekonomi drejtro del fëmia I fundit, ai më problematike dhe zgjeda artin, unë, do të thënë një rast konkret. Më thuaj të ti ka qenë pak e ndërlidhur kjo? kemi një përshëndetje nga Oslo. Shumë Të faleminderit. përshëndetje. Përshëndetje Lezja, të gjithashtu. përshëndet. Faleminderit Të shumë. cilë po na ndjekin nga Norvegjia për momentin. Na Faleminderit shkruajnë, shumë, kemi shumë të faleminderit. rregull Kemi shikuesit. shikues. Do me thonë, pasioni për poezin ka qenë edhe nga ana e babait tim. Edhe ai ka shkruar poezi. Nuk e di a e kam këtë si trashëgim, këtë pjesë, me siguri do ta kem Me tek pjesa e siguri që po. gjuhësisë edhe letërsisë. Tek pjesa e muzikës kam qenë fëmia I parë, do të qenë familje që jam marrë, do me thonë, me muzikë. Mandej motra ime ka hyrë në violin, djali tezës piano, edhe kishim kështu ndërmend ta bëjmë një band. Të kemi të gjithë. Sa e bukur. Tek pjesa e mjekësisë, mami do me thonë po ashtu ka qenë medicinë, edhe gjithmonë më tregonte për këto drejtimet, për kujdesin, humanizmin, këto edhe kjo më ka tërhequr. Por mjek kështu tamam, familjen time nuk kam, është djali I xhaxhait, me thonë, mamit, ama tamam familjen time kështu jo. Shpresoj do jem unë e para, më duket. Çfarë drejtimi do zgjedhësh në mjekësi? Specializim Sigurisht që thoni ashtu? Po, në specializim sigurisht, sepse Se tash jam po, me mjekësi nuk- përgjithshme. Po, tash sa përfundosh, sigurisht që do vjen dita. Nuk kam specifikuar ndonjë drejtim kështu konkretisht, po e mendoj pediatrin. Pediatria. Po, se kam një lidhshmëri me fëmijët. Shumë e bukur. Nuk e di. bukur. Nuk e di si Edhe është si do shumë I shkoj. vështirë. Do shta ndonjë drejtim edhe gjatë studimeve do më tërheq. Nuk e di si do rjedhoj, me thonë, gjatë viteve. Je viti parë, Po. e ke pak a shumë rrugën e hapur, mund ta gjesh vetën. Por do ta gjesh ndoshta, vetën, po, sigurisht. Por patjetër është që një po. ndër më të vështira pediatria tek fëmijët, sepse fëmijët e vegjël sigurisht që nuk dinë të tregojnë se ku e kanë po. problemin, por duhet jeni shumë Janë shumë ndjeshëm. është shumë e ndjeshme, por sigurisht që do t'i arrijnë. besoj. Nëse me të vërtetë e ndjen që të pëlqen dhe ke një raport pak më ndryshe, domethënë që e ndjen me fëmijët, është domethënë një ndër të Se drejtimet. se ka çdo kush, do me thonë, atë lidhshmërinë. Pikërisht, Do shta mendoj dikujt I që- bezdis, do shta nuk ndjehet komod me qarat, me ato. Mendoj që dikush e zgjedh vetëm për hir të Por merret si profesionit, dietë ndërsa jo qetson. për Kjo është. ajo rëndësishme. është domethënë. Kjo është e rëndësishme që dieti qetson. Merita, me sepse- mënyrën ose me flaut. Sepse në fund, patjetër që do ta përmbyllim emisionin edhe me një pikë që do të na iluash me flautën tënde. Mirë po dua që të flasim, do të presim një libër tjetër, ke filluar vetëm më të ngrumbullosh diçka tjetër. Mirë po mbi të gjitha ata që po na ndjekin, do shta ke edhe shumë bashkëmoshatar të të cilët duan që ta lexojnë në librin tënd, ku mund ta gjejnë? Ku mund ta gjejnë? Do gjen tek unë. Tek faqja e poezisë, do me thonë ato të cilët janë të interesuar, mund të më shkruajnë edhe me thonë kontaktoj me personat cilët duan që ta lexojnë librin pa merak për atë pjesë. Do me thënë, edhe ti qëndro me parimin që libri nuk shitet, por dhurohet. Po. E bukur. E Unë bukur. uroj që të vjen dita që të shiten edhe librat, sepse sigurisht që duhet të ekzistohet disi,
por uroj që mendësia këtu në nënqëllin tonë, në Republikën e Maqedonisë së Veriut, miqdashur, të ndryshon një herë Kur do të bëhet mjeket, nuk do të ketë nevojë që të dimë se si jeton duhet. nga libra, do të jeton vetëm duke dhuruar libra. Uroj që të Po, ndodhe. te se ti përgjigjem, në më thonë pyetjes, Pa. tash dua t'jem me fokusuar më shumë në mjekësi. Me që se do që 2 vitet e para, me kërkojnë atë përkushtimin E ndoshta të maksimal, dëshirojnë atë bazamentin, të bazamentin, promohet po i që ta marrësh sa do kudo veten, pastaj për të vazhdu në vitet tjera. Edhe në këtë periudhë, do fokusohem më shumë mjekësi, pastaj gjatë viteve të mjekësi, çka do më inspiroj, ato disfatat, ato ngriturat, ndoshta do i shpalos, patjetër siç më thonë edhe në poezi, dhe ndoshta pas sa vitesh do krijoj një përmbledhje tjetër, një libër tjetër, se çka do vi, nuk e di as unë, do vi roman, do vi pros, poezi, nuk e di. Ja, me sikur që do të presim gjëra shumë të bukura nga ti, ndoshta do të kemi edhe si një të ftuar specializante e ndonjë Shpresoj drejtimi shumë. të cilën ti ke vendosur që ta ndjekësh, mirë po jam e bindur që do të kesh sukses, sepse kem mbështetjen familjare mbi të gjitha Patjetër. dhe kem mbështetjen, si ta them, atë forcën personale që të shtyn që ti ndjekësh ëndrat e tua. Po, e. Lutem mos ndalo. Nuk do ndaloj, Edhe jam sepse person që kur ja vendos mendjen diçka e gjithmonë e arrit. Po i dalë në Po, fakt, po jo. Po. Jemi në minutën e fundit, Jemi në duam minutën e që fundit. ta përmbyllim Me që mjekësia, miq të dashur, po bën, tash flasim ato operacionet fizike, ndërsa flauta do të bëjmë një operacion kështu shpirtëror. Pa. Shpirtëror. Faleminderit shumë që na Sepse, keni ndjekur edhe miq sot. dashur, ishte kënaqësi që e patëm këtu në studio, Merita Emurllahu, Atë ishte imja. po, edhe të dëshirojmë shumë suksese Faleminderit. dhe qofshim krenar me emra si ju. Gjithmonë. Gjithmonë. Faleminderit. Miq të dashur, ne këtu Shkëputje. po japim fund emisionit me këta tinguj të mrekullueshëm që po i dëgjojmë nga poetja, flautistja dhe mjekja e ardhshme Merita Emurllahu. Shihemi nesër të njëjtën kohë, të njëjtin vend. Deri atëherë, miq dashur, kaloni sa më bukur, buzëqeshje dhe përqafime sa më shumë. Despacito. Faleminderit shumë, mirupafshim. Faleminderit. Faleminderit shumë Merita. Faleminderit. Kënaqësi e veçantë. Faleminderit.